Tradita e solidaritetit në Gostivar vazhdon të dëshmoj forcën e saj, sidomos në ditët e muajit të shenjtë të Ramazanit, kur ndihma për familjet në nevojë shndrohet në prioritet të përditshëm. Edhe këtë herë, organizimi i shpërndarjes së pakove humanitare po realizohet nga Sinani Lezi nga fshati Çajl, i cili prej kohësh është bërë urë lidhëse mes donatorëve dhe familjeve nevojtare. Me përkushtim dhe transparencë, ai ka arritur të krijojë një rrjet besimi që vazhdon të zgjerohet nga viti në vit. Gjatë ditës së sotme janë siguruar 40 pako ushqimore, donacion nga një mërgjimtar i Çajlës që jeton dhe punon në Gjermani. Çdo paku ka vlerën 50 euro dhe do të shpërndahen tek familje që përballen me vështirësi ekonomike. Ki bamirës është një bamirë si rregull çdo vit dan ka diherë paku për ushqim për nevojtarët e jetimat. Ki gjendet në ospitale, gjendet në punë në Gjermani të Minhenit, i faleminderon personalisht unë, 20 pako e ditën sot, 27-in e mujt dit, edhe 16-in e isto 20 pako mujt tret për këtë mujt të shenjtë të Ramazanit, unë personalisht i njeriu i faleminderon, Zoti ja pranov këtë sadaka dhe i dhash pasuri, shëndet e lumturinë e jetë familjar. Një tjetër mërgjimtar i Çajlës që vepron në Itali bashkë me djalin e tij kanë dhuruar 400 euro, duke mundësuar përgatitjen e pakove humanitare të cilat i bashkangjiten zinxhirit të ndihmave në këtë Ramazan. Ospitale, muhallës Lure, punon në Itali, bape bir, u dhuron 8 pako që ka vlerën 50 euro, edhe këti i faleminderohen. Zoti i dhash net bereqet lumturinë e jetë familjar. Çala për ka qenë afër jetimave dhe nevojtarëve dhe unë vu faleminderoj gjithëve bamirësve. Sipas Lezit, interesi për të ndihmuar mbetet i lartë, ndërsa shumë donatorë preferojnë të mos bëhen publik. Megjithatë, për hir të transparencës, ai dëshiron të raportojë për çdo aksion në veçanti, me qëllim që të jenë rehat të gjitha palët që janë pjesë e këtij misioni, i cili, më shumë se shpërndarje pakosh, është shpërndarje shprese. Është dëshmi se pavarësisht sfidave dhe largësive gjeografike, zemrat e bashkëdhetarëve rrahin njësoj për vendlindjen dhe për ata që kanë më shumë nevojë për ta. Lezi uron që tradita e solidaritetit të vazhdojë edhe përtej këtij muaji dhe e njëjta të bëhet kulturë e përditshme e kujdesit dhe dashurisë për njëri tjetrin.